Presidenti Amerikan Donald Trump I ka vendosur afat deri ditën e diel, 5 tetor ora 18:00 me atë të Washingtonit për të kthyer një përgjigje lidhur me planin e paqes në Gaza, me anë të një postimi në rrjetin social Truth Social. Trump tha se është koha për të arritur një marrëveshje për të ndalur vdekjet. Një marrëveshje duhet të arrihet me Hamasin deri të dielën në mbrëmje në orën 6 të pasdites. Sipas kohës së Washingtonit, çdo vend e ka nënshkruar. Nëse kjo marrëveshje e mundësisë së fundit nuk arrihet, I gjithë ferri, siç askush nuk e ka parë më parë, do të shpërthej kundër Hamasit. Do të ketë paqe në lindjen e mesme në një mënyrë apo një tjetër. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje, shkruan Trump. Mëtej presidenti I SBA-s shtoi që pas masakrës së 7 tetorit, Izraeli është hakmarrë duke vrarë 25.000 ushtarë të Hamasit, ndërkohë që pjesa tjetër është e izoluar ushtarakisht dhe janë një urdhër larg vdekjes. Ai theksoi se Hamasi ka një shans të fundit nëpërmjet një plani të propozuar nga SBA. Trump shtoi se kombe të mëdha të fuqishme dhe shumë të pasura të lindjes së mesme, së bashku me SBA-n kanë rënë dakord me Izraelin që të nënshkruajë për paqe pas 3000 vitesh luftë në lindjen e mesme. Për fat të mirë për Hamasin, megjithatë do t'u jepet një shans I fundit. Kombe të mëdha të fuqishme dhe shumë të pasura të lindjes së mesme dhe zonave përreth, së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord me Izraelin që të nënshkruajë për paqe pas 3000 vitesh në lindjen e mesme. Kjo marrëveshje gjithashtu kursen jetën e të gjithë luftëtarëve të mbetur të Hamasit. Detajet e dokumentit janë të njohura për botën dhe është një marrëveshje e shkëlqyer për të gjithë. Do të kemi paqe në lindjen e mesme, në një mënyrë ose një tjetër. Dhuna dhe gjakderdhja do të ndalen. Lironi pengjet të gjithë, përfshirë trupat e atyre që janë vdekur tani, shkruan Trump.